Në prag të festës së Kurban Bayramit, besimtarë të shumë tashmë vetëm se kanë kryer njërin prej obligimeve të kësaj feste. Besimtarë të shumët janë bashkuar organizimit gjigant të Bashkisë Islame të Kosovës për therrjen e organizuar të kurbanëve. I tillë është edhe Sabri Makovci, i cili vetë se ka porositur therrjen e kurbanit përmes Bashkisë Islame të Kosovës. Elhamdulillah, kjo është një sakrificë e jona që na përket neve me bohe, për hir të Allahut, me kry një obligim që e kena, ndaj krijuesit ton, falenderim për gjithë. Kum vendosën me therr kurbanin edhe me bu sakrificën të në emrin të Allahut, gjellë në hu, elhamdulillah që na ka mundsuar obligim për neve që kemë mësi. Kurse ata që s'kan, janë edhe të lejum prej sajna, e inshallah Allah ju ndihmon gjithë dhe ju mundson edhe atyne që s'kan me bo këtë sakrifisë për hir të Allahut. Ai thotë se çdo herë këtë obligim e ka kryer përmes Bashkisë Islame të Kosovës, për shkak se, siç thot ai, vetëm aty e ndjen se ka kryer obligimin me sukses. Po që tash ti ma mirë se që jeni vetën këtu me bo pagesën edhe me kry obligimin këtu, për mu askën tjetër nuk e di vetën ma tjerë. Se këta i kanë regjistra, këta i din ku e bojë shpërndamjen, e din ku duhet me qumë ven e duhra edhe e qojnë, Allah i gëzoft edhe ata. Njëjtë vepron edhe besimtari tjetër, Muharrem Ibishi, i cili thot se në të kaluarën një sakrificë të tillë e kishte kryer vetë, mirë po tashe disa vite e kryen përmes Bashkisë Islame të Kosovës. Na e dim se qysh na thojnë hoxhallarët me anë të Kuranit, që na e kemi bërë kurbanin me pague, aj që ka. E të në tjetër sen, Allah inshallah ne pranon. Dhe drejtën me thonë, unë e për para, gjithë e kum prej vetë. Edhe kum shkep në përkëshim kurbanin. Tash, bëti hova, e kum marë, e kum prej kabuvaki, e kum prej stahan. Dej që e kum pa njërin, që ma ka marë për dorës tem, edhe ka gjunë bëllët. E pjat heret, mo nuk pres kurbandet. Bashkia Islame e Kosovës edhe këtë vit ka organizuar therrjen e përbashkët të kurbanëve. Vetëm gjatë vitit të kaluar, mbi 35.000 familje në Kosovë kanë përfituar nga therrja e përbashkët e kurbanëve, që nga falja e namazit të Kurban Bayramit do të fillojë therrja duke u respektuar rregullat fetare për therrjen e kurbanëve. Menjëherë do të fillojë dhe shpërndarja e mishit të tij, ku do të shpërndahet tek jetimet, rastet sociale dhe kategoritë e ndjeshme të shoqërisë.